Fillojmë nga partia e parë. Uja. Në listë gjatë, mund është lirisht më ashtu edhe një 10 emra, sepse jo më sigur që një 10 emra kanë më shku minimumin në qeveri apo në institucione tjera. Kështu që nga 110 emra, të mund jashtë do të mbetet një përqindje shumë e vogël, nëse i inkludojmë edhe 10 emra të tjera. Sa të shohim, janë... Përmbajtësisht, si të duket? Janë kryesisht antarët e kabinetit Kurti 2, gjithë janë këto, gjithë kanë performuar mirë, më duket mas dopti ka performuar zonja Rozeta Hajdari, po e cila nëse shohim disë prapë nuk është që është shumë poshtë. Ka një rritje të madhe të votës popullore, mendoj që kjo votë i ka konfirmuar edhe një herë fuqinë e lëvizjes vetëvendosje, cila duket që është në atë ciklin e partisë, në ciklin ku edhe për disa vite do tjetë partia kryesore. Fatkeqësisht opozita nuk e ka sfiduar në asnjë pikë, as gjatë këtyre 9 muajve, po as gjatë fushatës parazgjedhore, kanë pas rastin e mirë me dalë me një koncept përbashkë, se një alternativë, ndaj lëvizjes vetëvendosje kanë vendosë që daljen të përqara, ashtu siç kanë qenë në muaj, dhe mendoj që votuesi ja ka treguar. Ka befasin në renditje, kjo është renditja sipas votave që i kanë marrë. Tash nëse i sheh janë disa emra ato të cilët nuk është që kanë pas ndonjë kontribut të madh në lëvizjen vetëvendosje, po për arsye simbolike, edhe janë rëndis lartë dhe kanë marrë shumë vota. Për shembull, nëse shoh Shqipe Mehmeti Selimi, ajo s'ka qenë farë deputetje, e cila... Shka këtë ishtë shefit grupit parlamentarë, Gjep Selimi? Është për arsye simbolike, ka numrin 10 dhe kështu i merë per se votat. Njëjtë është edhe rasti me Avni Deharin. Dy ndryshime mendoj që i kanë pru vota vetëvendosjes, kanë qenë rasti i Rufkis Humës, i cili ka performuar shumë mirë. Cilin tetor ishte kandidati i pavarur. Po, edhe Andin Hoti, të cilet në 2 qendra ku vetëvendosja nuk ka qenë shumë e fuqishme, ka rritë që